sa tuyo që stëvit, një të më lehu da dete, pashë dhe vëndet të tjera. Mirëmbrëma dhe përshëndetje të nderuar shikues. Mirë se keni ardhur në emisionin Balla Faqim, në këtë emision të drejtë për drejtë që transmetohet në valët e televizionit Apollon çdo të martë në orën 21. Do të diskutojmë për asgjësimin e armëve kimike të Sirisë. Është një nga çështjet më të diskutuara në ditët e fundit në mediat e shkruara, elektronike, në shoqërinë civile, në organizata dhe shoqata të ndryshme madje edhe më gjerë. Për të diskutuar për kapacitetet që ka vendi ynë në funksion të asgjësimit të armëve kimike, për mundësitë reale, për efektet apo ndikimin e saj me lidhje dhe për çështje të tjera, ne kemi ftuar sonte në studio zotin Agron Habilaj, ish ushtarak pension, njohësimi i strategjisë së armëve. Mirëmbrëma, mirë se ke ardhur në studion televizionit Apollon. Mirëmbrëma, faleminderit, e quaj për veliq. Zoti Mustafa Murto, me cilësinë e intelektualit, përfaqësues shoqërisë civile. Mirëmbrëma, mirë se ke ardhur zoti Mustafa. Dhe zotin Ferdinand Muska, jurist, ka angazhime të gjera me pjesëmarrjen e tij në organet e policisë dhe në struktura të tjera të rëndësishme të shtetit. Mirëmbrëma, mirë se ka ardhur në studion televizionit Apollon. Zoti Abila, ai ka kapacitetet e mjaftueshme Shqipëria për të asgjësuar armë kimike? Sipas mendimit tim, territori jon është një territori i ngushtë dhe nuk i ka kapacitetet për asgjësimin e këtyre armëve kimike. Mjetet kimike janë mjete lufte. Dhe lufta është aq e vjetër, përdorimi i armëve është aq i vjetër sa edhe vetë njeriu që ka përdorur që në kohën e lartësisë dhe ka ardhur duke u përsosur këto deri dhe në armët kimike. Këto janë asgjësuese. Jo vetëm për shoqërinë njerëzore, për njeriu, por edhe për të gjitha qeniet e tjera të gjalla. Po dëmton edhe bimësinë. Jeta e njeriut jepet një herë. Dhe sipas mendimit tim, jetën e njeriut e merr Perëndia edhe politika, prona dhe paraja, pakujdesia dhe femrat. Pse e them femrat? E them këtë për arsye se janë aq helmuese sa dhe vetë lëndët kimike do bisedojmë sot. Sepse unë di që për një televrit e 2 desh, dhe për një bushtër hanë 2 qenë. Për një femër shuhet 2 fise. Po për armët kimike? Armët kimike janë shumë herë më të rrezikshme për arsye sepse zhduk qenie njerëzore. Ato përdoren me aviacion, me mjete fluturuese, po përdoren edhe nga toka, kryesisht i përdor ushtria këto, në rastet kur skalionet e para të luftimit përgatiten për të hedhur në sulm. Në këto raste përdoren armët kimike për asgjësimin e vijës parë të frontit. Nuk flitet për përdorimin e tyre në territorin tonë, për asgjësimin e armëve të Sirisë. Do vi edhe aty. Duke parë rrezikshmërinë për asgjësimin dhe marrjen e jetës njeriut, po aq të rrezikshme janë edhe shkatrimi tyre në vendin tonë. Ne nuk i kemi ato mundësi territoriale, absolutisht as pak. Kupton. Tani në një këshilli ministrave të parlamentit dhe shoqatat e tjera, shoqatat në tërësi dhe shoqëria njerëzore dhe individ veçantë janë kundër kësaj. Edhe unë jam kundër kësaj, sepse ke të bësh me jetën e njeriut. Ajo lë pasoja edhe në brezat që vinë, edhe fëmijët në ato territore, në ato vende, kur të lindin fëmijët, do të lindin me defekte. Nëse përdoren, do të lindin, nëse përdoren, po nëse ato asgjësohen në kushtet kontrollit të rrep dhe sigurisë, në kjo se ato do të përdoren vetëm për çmontimin dhe asgjësimin të bëhet diku në një vend tjetër, nuk ka rrezik. Nuk ka rrezik. Jo, pikërisht për të po flitet, jo për përdorim për asgjësimin e tyre në territorin tonë. Jo, në qoftë se ato do përdoren vendin tonë vetëm për çmontimin dhe jo për asgjësimin fizik të tyre, në një rrezik nuk ka. Po çmontimi nuk ka lidhje me asgjësimin e tyre? Asgjësimi është tjetër punë. Asgjësimi i lëndëve është tjetër punë.
parazisimin në vendin tonë, ne nuk kemi kapacitete, nuk kemi vend të tilla, ne jemi një territori ngushtë, nuk e përballon dot vendi ynë. Dhe ajo ka pasoja të mëdha, sepse neve kemi patur azotikun këtu, edhe ndjej, domethënë, ato efektet e azotikut, ndjeshin. Jo armët kimike të përdoren në vendin tonë, që ato janë të rrezikshme. Shumë herë më të rrezikshme dhe lënë pasoja edhe më vonë, lënë pasoja edhe më vonë. Ajo shkatërron edhe bimësinë, jo vetëm njerëzimin, por edhe bimësinë. Në këto kushte, pra, nuk duhet përdoren në vendin tonë. Nuk duhet të çmontohen ose të azgjesohen. Vendet tjera, jo, azgjesimi është i rrezikshëm. Azgjesimi është i rrezikshëm, se ne kemi bërë çmontime të predhave të artillerisë, për shembull, ose të municioneve. Po azgjesimi tyre bëhet diku në një vend tjetër. Azgjesimi fizik, drejt për drejt i tyre këtu është me rrezikshmëri shumë të madhe dhe neve nuk duhet ta pranojmë. Po. Ashtu. Parasysh, jo vetëm të kapaciteteve, po neve nuk i kemi ato lloj mundësie. Po i qartë mesazhi, zotja Bilaj. Është i qartë mesazhi, do të ndjekim një insert ose një kronik të përgatitur për emisionin ton, ku bëhet qartë qëndrimi i kryeministit Rama në lidhje me azgjësimin në armëve kimike të Sirisë. Pas insertit do të rikthehemi drejt për drejt në studion e televizionit Apollon për diskutuar për azgjësimin në armëve kimike. Po. Kryeministri i vendit Edi Rama ka kthyer një përgjigje zyrtare në lidhje me mundësinë e shkatrimit të armëve kimike në Shqipëri, duke u shprehur se vendet e NATO-s janë ende në diskutim dhe nuk jemi në kushtet kur duhet të marrim një vendim. Gjatë konferencës së përbashkët për shtyp që ka patur me komisionerin Fyle, Rama u shpreh se ka diskutuar me sekretarin amerikan të shtetit për 30 minuta në telefon, por ende nuk është marrë asnjë vendim. Nuk jemi ende dhe mund mos jemi në pikën që na duhet të marrim një vendim. E në rast se unë do të mendoj se do të na duhet të marrim një vendim, qoftë në njërën anë, qoftë anën tjetër, padyshim që këtë do ta ndaj me publikun, me parlamentin, por në radhën më të parë, me vetë përfaqësuesit e protestës, por ama duke e mbështetur vendimin në fjalë ose kërkesën për të marrë një vendim mbi tërsinë shterruse të të gjithë argumentave që i duhen me të drejtë çdo shqiptari. Kryeministri i vendit tha se vendimi do të ndahet me publikun dhe me parlamentin, por ai e mbylli përgjigjen e tij për këtë çështje, duke rikujtuar se Shqipëria është antare e NATO-s dhe se çarmatosja pa luftë e regjimit të Asad dhe ndalimi i importit të plerave janë dy gjëra që nuk duhet t'i ngatërrojë askush. Rama tha se i kujton të gjithë shqiptarëve se është në krye të detyrës për t'i shërbyer së pari interesave dhe sigurisë kombëtare. Unë jam plotësisht i vetëdijshëm. Dhe jam plotësisht në krye të detyrës për të përfaqësuar me dinjitetin më të plotë në këtë përpjekje dhe në këtë diskutim me Shtetet Bashkuara dhe me të gjithë tjerët interesin kombëtar Shqipërisë. Po ishte ky insert i përgatitur, ishte qëndrimi i kryeministrit të vendit zotit Edi Rama në lidhje me temën ose problemin e diskutuar për azgjësimin e armëve kimike në vendin tonë. Sipas kryeministrit nuk ka marrëveshje, do të merret mendimi i qytetarëve, gjithsesi ne jemi antar të NATO-s dhe ai vetë është në krye detyrës. Si e mendoni ju, zoti Myrto? Zoti Myrto. Ne jemi antar të NATO-s dhe natyrisht do të pyetet edhe parlamenti, do të pyetet edhe qytetarët. Por unë do të thosha kështu që ne kemi një simbol të veçantë, që është flamuri ynë kombëtar. Ngjyra e flamurit tonë është ngjyrë domethënë kuq edhe zi. Dhe është e veçanta krahasuar edhe me shumë vende të tjera. Dhe kjo ka veçorinë e saj sepse Shqipëria historikisht ka vuajtur nga luftrat, po jo se ka qenë domethënë një vend zaptues për vendet e tjera. Dhe duke qenë se ka vuajtur sepse këtu është bërë shesh lufte, kanë ardhur të tjerë, na kanë pushtuar ose kanë qenë kalimtar.
Kështu që shqiptari ka pas një lloj trysnie nga lufta dhe tani kur kujtojnë armët, sikur i kujtohet lufta. Po është tjetër gjë, domethënë pse duhet ta vuaj këtë lloj trysnie? Pse duhet ta vuaj këtë lloj trysnie, domethënë shqiptarët në kohët e sotme, në kohën e demokracisë. Tani unë mendoj se çështja për të cilën ne jemi të sensibilizuar dhe që është sensibilizuar gjithë shoqëria shqiptare, gjithë njerëzit, tani kanë në problem të ditës çështjet e armëve. Kjo unë mendoj se nuk është për shkak se nuk kanë informacion popullata dhe nuk e di se që janë këto armë. Nga përvoja ime se ne gjithë, sidomos brezim, është një brez që përveç që ka bërë ushtri, por ka bërë dhe zbor, dhe paka shumë e ka një orin. Mua më ka rasti që... kimike nuk e ka një orin. Pra, unë për shembull që jam mësues dhe që jam një njeri që më njohë në sferën e arsimit, unë kam shumë njohuri edhe për armët kimike. Për lëndët e helmuse luftarake. Për lëndët e helmuse luftarake. Për sarinën dhe zarinën janë çfarose në masë. Janë, si që tha zotëria Ushtaraku, ja dhe me pasoja prapa vepruse. Pra, duke qenë të tilla ato kanë një rrezikshmëri të jashtëzakonshme. Dhe përse duhet diskutohet që këto armë, të cilat nuk janë pasojë që i ka krijuar populli shqiptar, nuk i ka përdorur populli shqiptar as për kundër vetes, as për kundër të tjerëve. I kanë përdorur ata në vendin e tyre. Përse ne duhet vuajmë patjetër, qoftë edhe shqetësimi psikologjik që na krijohet. Pse duhet ta vuajmë? Dhe pse duhet shtrohet për diskutim një gjë e tillë? Pavarësisht se ne jemi vend i NATO-s dhe dihet që kemi detyrimet, por këto detyrime, krahasuar me popullatën, krahasuar me vendin, krahasuar dhe me historinë, unë mendoj që amerikanët e kanë gabim që e shtrojnë si problem për Shqipërinë këtë. Pavarësisht se ne kemi respekt për popullin amerikan, kemi respekt për demokracinë amerikane. Po ku është gabimi i tyre? Gabimi i tyre është se o nuk kanë informacion aq të hin se çfarë është Shqipëria, po unë them që kanë, sepse kur ishte fjala që do të vinte George Bushi në Shqipëri, tha unë dy gjëra perlë për Shqipërinë. Një Bregdet të mrekullueshëm që se ka kush në botë dhe problemi i feve që janë në unitet me njëra tjetrën, që kishte nga historia që njiftej për historinë e popullit shqiptar. Tani, një vend kaq perlë, kaq i bukur, që ka dhuruar natyra, perëndia të themi, përse ne duhet tani të krijojmë një mendim krejt ndryshe, cili do, edhe ai turisti që vjen, e cili do që duhet vinë në Shqipëri, thotë ku do shkoj? Atje problem armët kimike. Imazhi negative? Imazhi është shumë negativ. Dhe shumë i rëndësishëm. Jo vetëm imazhi negativ, por dhe pasojat janë negative. Unë thash kam njohuri dhe kam njohuri të plota në këtë sferë, sepse kam kryer dhe edhe zborin ushtarak pikërisht në një repart të tillë. Dhe di çfarë janë këto. Këto janë tepër çfaruse. Dhe duke qenë të tilla s'ka pse, domethënë ne të vëmë në diskutim, do marrim vendimarrje. Tani në stadin aktual ka një problem. Opozita, unë mendoj se po e përdor politikisht problemin, duke goditur pozitën, duke goditur qeverinë, e cila thot nuk po shpreh të hapur, nuk ka transparencë. Dhe nga pala tjetër, qytetarët që janë sensibilizuar, po edhe qeveria nuk ka dalë hapur, pavarësisht të deklaratave të Ramës tani, unë mendoj se ka një çoroditje edhe këtu. Dikush nga parlamenti thot unë s'jam dakord, një person i pozitës thot unë s'jam dakord, kryetari i qeverisë thot nuk kemi marrë vendim, unë mendoj që qeveria duhet dalë hapur, ta thot hapur problemin, si diskutohet dhe nëse është rasti që duhet merret një vendim, koha se kur do diskutohet ky problem. Por unë mendoj se për këtë çështje vetë shoqëria shqiptare duhet ngrihet këmbë dhe tu thot ndal këtyre probleme këtu, s'kan punë lëndët helmuse, nuk kemi punë, ne kemi historinë e Gërdecit. Pse do bëjmë një Gërdec të dytë? Ne jemi vend me ndotje të jashtëzakonshme, që nuk na i ka dhuruar natyra, i kemi dhuruar vetes ja kanë bërë një dëm të tillë. Pra unë mendoj që ky është një dëm i jashtëzakonshëm, është një shqetësim i jashtëzakonshëm për ne, për gjithë qytetarët, për gjithë shoqërinë shqiptare, që ne nuk e meritojmë. Historikisht jo, edhe praktikisht jo. Ne nuk kemi vend që kemi prodhuar armë, ne s'kemi bërë luftë, ne s'kemi bërë qafë të tjerëve. Përse duhet vinë ata edhe na bjen armë, duhet na shqetësojnë? Gjithsesi ky është një proces tjetër, zoti Myrto, do nuk ka lidhje as me pjesëmarrjen tonë në luftë, apo edhe panikun ose frikën që mund të hapet, pasi do të jetë një proces i kontrolluar, i monitoruar nga ndërkombëtarët. Ju thoni që do të jeni i kontrolluar, do të jetë i monitoruar. Zotëri, më mirë atje ku ka ndodhur veprimi, atje,
është e fuqishme Amerika, bota është shumë e fuqishme. Nuk pyet për ata që i kanë bërë këto veprim. Atje, ai bile është një mësim shumë i madh për ta, është një psim do të thoshin. Ata e bën, ata ta psojnë. Përse do ta psojmë ne një veprim të tillë? Pse? E dyta, ka vende të tjera me hapësira shumë të mëdha, që kjo lloj ndotje nuk sjell në një pasojë. Përse këtu në një vend kaq të vogël, në një bukuri të jashtëzakonshme që ka Shqipëria, do të merremi tani edhe me armët? Ç'është ky problem që shtrohet këtu në Shqipëri? Po, faleminderit zoti Myrto. Zoti Muskaj, në bashkëpunim me partnerët mund të kryhet me sukses procesi i asgjësimit të armëve kimike? Në radhë parë mediat, opozita, po shfrytëzojnë këtë rast shumë negativisht. Ishte dje opozita që thoshte që ne kemi hyrë në NATO. Ne jemi vendi i NATO-s dhe si vend e tillë kemi detyrime kashë NATO-s. Kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës bashkë me aleatët ndërhyn Kosovë, shiron Kosovën ne ishim shumë të kënaqur. Kryeministri e shprehu qartë, janë bërë bisedime që mund të kryhet, armët kimike mund të zhduken nëpërmjet forma dhe mënyra të tjera që ka Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë partneri kryesor i Shqipërisë. Demontimi e tyre në Shqipëri ka një kosto, por partnerët po diskutojnë se ku mund t'i demontojnë këto armë kimike. Një nga vendet që është kontaktuar është edhe vendi jonë. Nuk mund të thuhet që qeveria nuk ka qenë transparente. Ministri i Jashtëm e ka thënë dhe ka deklaruar që është biseduar që mund të vinë të demontohen armët e sërisë në Shqipëri. Si shumë të tjerë, Ministri i Jashtëm më shpreu se nuk është bërë një marrëveshje të tillë. Nuk ka bërë marrëveshje, edhe kryeministri shpreh, kanë biseduar ta me sekretarin e Shtetit Amerikan për problemin e demontimit të armëve të Sirisë në Shqipëri. Por jo se kemi marrëveshje për këtë problem. Nuk do të shfrytëzuar, ne kemi detyrime ndar partnerëve dhe kashinatos. Dhe si të tillë të marrin përgjegjësitë tona. Një, sipas Kushtetutës së Shqipërisë nuk lejon mbetjet kimike në Shqipëri, toksike. Por çdo marrëveshje nënshkruar me aleatët është mbi Kushtetutën dhe ligjet e këtij vendi. Pavarësisht se Kushtetuta nuk e pranon gjë të tillë, marrëveshjet ndërkombëtare janë mbi këtë. Marrëveshjet ndërkombëtare nënshkruar e ratifikuar nga Parlamenti i Shqipërisë është mbi ligjet e vendit, siç është në rastin konkret. Do të thotë që nëse realizohet marrëveshja, ne kemi detyrime kashi aleatë përderisa kemi nënshkruar të marrim pjesë në demontimin e armëve që ndodhen në Siri. Pavarësisht, unë kam njohuri të duhura, siç është Zarina, si mund të kaloj ajo në formë të ngrirë, por partnerët tanë i kanë të gjitha mjetet për të shkatruar të armë kimike, pavarësisht në vendin tonë apo diku tjetër. Të thoni ju pse është gjetur pikërisht vendi jonë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë rast për të treguar shumë vendeve të tjera që dhe Shqipëria është një partner i sigurt, kur mund të bëhet një pjesë e demontimit të armëve, për të treguar se nuk është një partner do kudo që ka hyrë në NATO, sepse ishin ata, mbështetës kryesor, që në 6 prill ne u bëm vend i NATO-s. Pa ndihmën e tyre, zotëri që armët domethënë të vinë këtu, ne kemi detyrimet ndaj partnerëve tanë. Do të vinë apo do të vinë armët në Shqipëri, kryeministri u shpreh qartë dhe prerës. Ne kemi detyrimin ndaj partnerëve. Por këto detyrime që kemi ndar partnerëve lindin si pasojë e marrëveshjeve që kemi nënshkruar me Aleancën e NATO-s. Nesër mund të kërkohen dhe forca që ne të marrim pjesë në një sulm, sepse normalisht kemi nënshkruar. Ai është tjetër proces, domethënë pjesëmarrja në forcat paqërrujtëse apo të angazhime Shqipëria. E ka dhënë shembullin, Shqipëria që ka shkuar në vende të tjera. E ka dhënë shembullin. Por të lutem, rasti konkret është jashtëzakonisht domethënë i vështirë. Nuk është një lloj të dërgosh 10 ushtar apo 100 apo 1000 ushtar. Jo i pamundur. Jo, është i pamundur. Është i pamundur. Është i pamundur. Njeriu që ka krijuar të lënë armë kimike, njeriu i ka përsëri ditë të gjitha format e mënyrat se si mund të asgjësohen. Po mirë, ku kanë të lehta, pse duhet të bjerë në Shqipëri? Përse duhet këtu? Përse duhet pikërisht këtu në Shqipëri që të bëhet një veprim i tillë? Një vend i vogël, që nuk cënon njeri. Një vend i vogël që nuk cënohet nga askush aktualisht tani. Nuk ka asnjë shenjë që Shqipëria do të cënohet
Nga do kush. Shqipëria si vendi NATO-s duhet të marrë përsipër të gjitha detyrimet që ka ndaj partnerëve. Patjetër, po aq sa ka mundësi. Aq sa ka mundësi. Dhe unë thash aq sa ka mundësi, Shqipëria do të marrë detyrime për të kryer. Po do të parë sepse këto sjellja e armëve kimike në Shqipëri normalisht që për shumë thuhet që ka një rrezik, ka specialistë. Nuk mund të vinë në forma në rrugë ilegale, siç janë bërë çarmatimet e Kërdesit apo diku tjetër. Ishin partnerët tanë, Shtetet Bashkuara të Amerikës bashkë me emisionin NATO, që shkatruan qindra lëndë plasë në Shqipëri. Duhet dini shumë mirë që lëndët e Elmuse janë të ndarë nga njëra tjetra. Nuk mund të veprojnë pa qenë bashkë me njëra tjetrën. Si e lëndë kimike, ku predhat janë të ndarë nga djegoret. Shumë njerëz nuk kanë njohur të dura. Unë më falni, unë nuk di çfarë specialiteti keni ju edhe në çfarë emri flisni, po unë kam dëgjuar ushtarak të mirëfillt që janë marrë me Nuk duhet të flisni gjuhën e ushtarakëve. Jo, unë kam dëgjuar nga ushtarak të cilë kanë dalë në media dhe këto i paraqesin shumë të rrezikshme. Bile edhe në emisionet e sotme. Nuk e di sa jeni ju specialistë të fushës. Edhe unë nuk pretendoj që jam specialist i fushës. Problemi qëndron që nuk krahasohen me lëndë radioaktive, janë armë kimike që si pasojë kanë të gjitha mundësitë nëpërmjet qendrave të posaçme. Këto lëndë mund të shpërblehen dhe të digjen ose në forma të ngrirjes sipas të gjitha mundësive që kanë partnerët tanë. Shikoj, përmjet një SMS, një mesazhi, një qytetar, që na ndjek rregullisht, thotë, "Me mbrëma televizion Apollon përzgjeruam tepër debatin, shpejt pasaj më në vijim, pse Turqia nuk e lejon të kalojë nëpër det në Mesdhe? Norvegjia nuk e lejojnë nëpërmjet detit, shumë shtetet e Evropës nuk e lejojnë nëpërmjet arit. Këto janë vende anëtare të NATO, që do thotë që ato përbën vërtet rrezik." Faleminderit. Është në lidhje me temën tuaj kjo që po diskutoni ju dy, po bëni debat. Turqia ka pasur problem. Pse vendet tjera anëtare të NATO-s nuk e pranuan të realizojnë? Falenderoj qytetarin për pyetjen e bërë. Duhet të keni parasysh sepse regjimi sirian ka pasur probleme me Turqinë. Normalisht Turqia edhe partnerët tanë, për të qenë pak koshient në veprimet e tyre, e kanë shmangur Turqinë dhe Greqinë nga ky problem. Prandaj ne nuk ke se jemi zgjedhur si vendi do të bëjmë çmontim në armën e Sirisë, por jemi ndër vendet që kemi kontaktuar. Të lutem, ato janë shtetet fuqishme dhe kundërshtojnë. Mua më duke sigur qëndron një problem që Shqipëria e vogël dhe në Shqipëri mund t'i bëjnë. Po me protestat që kanë bërë qytetarët të ditë dhe njëkohësisht shoqatat, unë pash sot vërejta që edhe ambasadori Arvizu, sikur pati një qëndrim, të lutem gazetar, një qëndrim krejt ndryshe nga ato që them parë. Sikur edhe ambasadori mbajti një qëndrim. Ai është dakord. Ndryshe. Ndoshta mund të jetë dhe i reagimit qytetar. Pra, ne duhet të dalim protesta që ata të kuptojnë që këtu ka një popull që është i shqetësuar nga këto armë, që është shqetësuar nga lufta. Jo se është kundër NATO, jo se është kundër Amerikës. Pra, unë pash sot tek ambasadori amerikan një qëndrim, mund duk sikur e kishte transformuar qëndrimin e tij. Dhe thoshte që kjo nuk është marrë vendim, domethënë një qëndrim diplomatik, kuptohet. Po unë mendoj që ky qëndrim i ambasadorit sot ka qenë për shkak të kësaj revolte që ka filluar të ndodhi te populli shqiptar. Nuk i pranon populli shqiptar. Dhe unë mendoj që duhet të ketë një reaksion fuqishëm nga qytetarët. Absolutisht duhet të jetë qëndrim i prerë. Absolutisht duhet të jetë qëndrim i prerë. Shiko, cili është mendimi lidhur me çështjen e anëtarësisë në NATO. Ne vërtet jemi anëtar të NATO-s me të drejta të barabarta. A themi kështu, përderisa me të drejta të barabarta, ne si shteti vogël, detyrimet tona duhet të jenë më të vogla. Po. Prandaj, ne jemi, nëse jemi me të drejta të barabarta, atëherë Amerika le të vetë i çojë në Amerikë, në Turqi, në Rusi, me që jemi me të drejta të barabarta, ti çojnë atje duke parë territorin tonë të ngushtë dhe kapacitetet tona janë të vogla, nuk mund ta përballoj dot këto se është me pasoja të mbëdhaja kjo në brezat, pastaj mbas disa viteve do të shfaqen tek fëmijët, tek bindjet e fëmijëve, do të shfaqet në bujqësi,
në ekonomi, në ushqime. Dhe nuk është çmontim predash këtu, s'kemi bëj me preda artillerie, ose me preda të armet këmësërisë që të hesh barutin mjanë edhe gëzhojat mjanë. Rrezikshmëria shumë e lartë dhe ndikimi i saj në këtu ne kemi të bëjmë me lëndë helmuse, vllai dashur, me lëndë kimike. Me rrezikshmëri të lartë. Me rrezikshmëri të lartë, kupton. Në qoftë se ne jemi me të drejta të barabarta, detyrimet tona duhet të jenë të vogla. Sepse neve dhe ndaj edhe diskuton, gjithë populli nuk është dakord, dhe në qoftë se kjo do të pranohet, përdorimi i lëndëve të helmuse të asnjësoj në vendin tonë do të jetë gabimi më i madh. Zoti Abilaj, në vitin 2007 janë azgjesuar lëndë helmuse luftarake. Shqipëria ka qenë vendi i parë në botë që ka azgjesuar armatimin e saj. Me sukses. Avash, ato lëndë helmuse i di unë. Ato lëndë helmuse, ato janë me veprime të pak gjithsesi janë lëndë helmuse luftarake. Deri 200-300 metro kaq efekte tyre, jo me këto. Këto janë lëndë helmuse të rrezikshme, këto përdoren në fronte, këto përdoren duke hedhur nga aviacioni, duke hedhur me mjete të tjera artillerie, që hidhen mjetet helmuse. Kupton, janë të fuqisë me kapacitete të mëdha dhe këtu nuk kemi të bëjmë neve, kupton, me preda, me çmontim predash. Këtu kemi bëjmë me lëndë helmuse të rrezikshme, kupton. Në qoftë këta e shfrytëzojnë rasti, pse ne jemi një vend që demokratik, natyrisht, dhe ne përpiqemi që të futemi në Europë dhe do të integrohemi, patjetër do të futemi, jemi pjesë e Europës. Edhe si territor, jemi të ngjitur me Europën. Po do të integrohemi në bazë ligjeve që ka Europa, ama kemi dhe ligjet tona. Dhe në neve demokracinë nuk duhet ta shfrytëzojmë negativisht, se në fundit demokracia nuk jepet, as merret, nuk shitet, nuk blihet, nuk falet, nuk dhurohet. Ajo ndërtohet brenda kapaciteteve që ka një territor dhe në bazë të norma dhe ligjeve që ka ai vend, edhe me kushtetutë. Neve nuk kemi azgjesimin e lëndëve të helmuse. S'kemi në një as me kushtetutë, as me ligj. S'kemi as një farë ligji. Dhe ne nuk duhet ta pranojmë. Se thot Amerika, është tjetër punë, kjo nuk do të se tha Amerika dhe e tha Perëndia. Në asnjë mënyrë. Edhe ne kemi shtetin tonë, kemi kushtetutët tona, kemi një parlament, kemi një popull, kemi një shoqëri njerëzore që mendon, kemi një individ që mendon dhe ai, kemi fëmijë, kemi pasardhës, brezat do të vinë, do të lindi të shëmtuar. Po, një mesazh ka ardhur, ju vlerëson qëndrimin tuaj, ndërkohë që thot zoti jurist duhet të di që NATO nuk do të thotë detyrim për caktim, duhet të zbatohet kushtetuta. Po, normalisht. Është në një linjë mesazhi, kanë ardhur disa pse, më fal, unë do të kontaktoj me gjithë teleshikuesit që na ndjekin, i falenderoj ata për cilën e këtij emisioni, emocionet e studios televizion të Apollon, po unë do të kërkoj që të kontaktojnë nëpërmjet mesazheve dhe jo kontaktit telefonik, pasi nuk kemi mundësi se jemi në transmetim drejt për drejt. Faleminderit për mirëkuptimin. Po. Në lidhje, unë thash që si kryeministri dhe kryetari i parlamentit dhe ministri i jashtëm janë shprehur qartas se ka kontakte me sekretarin e shtetit amerikan, përfaqësues të NATO-s, që mund të bëhet demontimi i armëve kimike në Shqipëri. Aktualisht nuk është vendosur do të bëhet apo jo. Qartas dhe shprehur do fare unë atë qartë, është larg ai duket. Është shprehur qartë sepse do të merret mendimi i parlamentit, mendimi i specialistëve, pasi do të vendoset do të shmontohen armët kimike apo jo në vendin tonë. Po normalisht, ne kemi detyrimet që të bashkëpunojmë me partnerët. Pavarësisht të tyretari se Kushtetuta e Republikës Shqipërisë nuk e lejon, por marrëveshjet ndalin mbi Kushtetutën, se janë marrëveshje mbi disë shtetet. Dhe gjitha marrëveshjet janë detyrueshme për shtetet që nënshkruajnë ato, sepse ratifikohen nga Parlamenti i Republikës Shqipërisë. Në lidhje me mospajtimin e këtij fakti, nëse do të bëhet fakt, nëse do të bëhet marrëveshje, është opozita, janë shoqatat, organizatat
Alanca kundër importit të mbeturinave, tjera. Do më thënë, është një grupim i madh, pjesë e shoqërisë tonë që nuk janë dakord me asgjësimin e armatimit kimik të Sirisë në vendin tonë. Dhe kjo s'është pak. Normalisht që reagimi popullor ka filluar për mos pranimin e armëve kimike në Shqipëri. Normalisht është një reagim që vjen nga shumë shoqata, nga mentalistët, nga opozita, por normalisht ne do të marrim pjesën e përgjegjësisë tonë për të bërë ç'ke mundësi ne që regjimi i Asadit të mos i përdorë këto armë kimike, po të shfarosë popullsinë dhe të ketë pasoja për popullsinë e vendit dhe të ketë pasoja negative për mbar njerëzimin. Po. Ore, juve jeni jurist, apo jo? Po. A? Po. Jurist? Po. Ashtu. Me pushtetut dhe me ligjet që kanë dalë deri tani, ky problem i lëndëve të helmuse, a është trajtuar ndonjëherë? Me ligj dhe me pushtetut, pranohen këto në vendin tonë? Nuk pranohen në ligj me kushtetut, nuk pranohen mbetje toksike të depozituara. Mbetje toksike. Jo, mbetje toksike, i shiko, të lutem shumë. Ky është një rast i veçantë. Shiko, po mirë. Ti je jurist. Ka drejt Kushtaraku. Këto nuk janë mbetje toksike. Ka në shkrim të një kontrate apo të një konvente ndërkombëtare, për një rast të ju thoni që është i detyruar, ne kemi për rastin konkret, nuk ka nënshkruar Shqipëria, nuk ditë këtë nënshkruar Shqipëria në një konvent ndërkombëtare që mund pranoj asgjësimin e këtyre llojeve. Nuk kemi nënshkruar asnjë marrë, u thash edhe një, ne kemi detyrime ndaj partnerëve tanë të bashkëpunojmë për demontimin e armëve kimike, të cilat që paraqesin rrezikshmëri ndaj nesh. Tani ne nuk mund të rrezikojmë ne vetën tonë për të mbrojtur një tjetër. Nuk do të rrezikojmë ne, nuk mund të marrim përsipër ne të rrezikojmë jetën e popullatës. Nuk e ka marrë askush. Nuk besoj që të ketë në një kontratë, në një konvent ndërkombëtar të fshehtë, mos jetë transparente në popull, mos ta di populli që të ketë në një konvent të tillë, domethënë që të ketë nënshkruar Shqipëria. Pyetje shtrohet edhe kështu thjesht. Pse pikërisht NATO kërkon t'ia zgjesoj këtu dhe jo diku në një vend tjetër? Cili është mendimi juaj si jurist? Tani NATO ka kontaktuar me disa vende për çmontimin e këtyre armëve kimike. Një ndër vendet që ka kontaktuar NATO jemi dhe ne. Me kë ka kontaktuar? Ka kontaktuar me Bullgarinë, me Norvegjinë, me Belgjikën, me Francën. Po këtu me kë? Si me ka kontaktuar? Me kryeministrin e vendit tonë. Me kë? Ka biseduar me kryeministrin e vendit tonë. Me këtë kryeministrin që kemi sot? Po, me zotin. Po ai sot jo. Jo, ka deklaruar. Ka bërë deklaratë dhe sot ka deklaratë publike. Ai është prononcuar. Është prononcuar sot. Do të thotë se nuk është realizuar asnjë marrëveshje. Asnjë marrëveshje. Po pra. Nuk është realizuar asnjë marrëveshje. Atëherë pse duhet të themi ne që ka marrëveshje? Po gjithsesi kemi edhe zoti Mustafa e kuptove, unë thash ne kemi detyrim ndaj partnerëve tanë të bashkëpunojmë. Po mirë, mos ta politizojmë problemin. Se në një krash opozita që kërkon kapital politik duke bërë politik për një problem të tillë, ka dhe njërës të veçantë, ose është dhe pozita që natyrisht kërkon të mbrojë dhe ajo tezat e saj, ne të gjithë, të majtë, të djathë, qytetarë, me parti, pa parti, duhet kemi një mendim unik. Armë kimike për të asgjësuar në Shqipëri, absolutisht po. Absolutisht. Jo, nuk ka këtu në një çështje të tillë që është etike për vendin. Kjo është më e rrezikshme nga luftrat botërore që ka kaluar. Kjo është me pasoja të jashtëzakonshme që mund të ndodhen brezat të ardhshëm. Pse do të bëjmë ne si Hiroshima? Po çfarë kemi bërë? Pse do ta bëjmë? Pse do të sakrifikojmë? Në Hiroshima dhe Nagasaki janë përdorur bomba. Janë përdorur bomba atomike me lëndë radioaktive. Tani kanë rrezikshmëri të jashtëzakonshme këto. Si dhe këto janë lëndë radioaktive. Nuk janë lëndë radioaktive. I nderuari jurist, shiko, Ushtaraku, politika
Politika... Ne nuk është problemi që të bëjmë politikë tu. Jo, politika është Ne po shkencë diskutojmë, mendimit. po. Dhe mua më pëlqen që diskutojmë edhe politikisht këtë problem, jo teknikisht, se ne nuk do merremi me shpërthimin e predave. Po, duke qenë shkencë e mendimit, politika ka edhe zigzaket e saja. Ka programin e saj, ka regjizorin, ka skenaristin, ka dhe aktorët që e luajnë këto. Dhe politika është edhe me krahmarrje, edhe me shpinmarrje. Prandaj, politika që bëjnë Amerikanët apo dikush tjetër, shtabi i përgjithshëm i NATO-s, është e tillë që me krahmarrje ose me shpinmarrje të arrijë të realizojë qëllimin e saj për asgjësimin këtu. S'ka arsye as pak. Këtu nuk ka as socialiste, as demokrat. Këtu jemi popull, këtu jemi njerëz, dhe ne jetën e duam. Normalisht ditët do mirë. Se neve smuremi nga i qiket e vemi edhe me vrape bëjmë gjilpora, jetën e duam, vllajgones, dhe ne duam dhe brezet do të vinë. Këtu nuk është montim predash artillerie, thash dhe çfarë. Këtu janë asgjësim fizik i mjeteve të kimike helmuse, që ato lënë pasoje që në bëjmësia, të qenjet e gjalla, deri tek njeriu. Dhe brezet do të vinë, do të lindin me pasoja ashtu. Ne s'kemi nevojë fare dhe as e duam këtë ndihmë. Dhe nuk kemi detyrim. Ne vërtet jemi antar të barabartë me to. Kemi detyra, po kemi dhe detyrime patjetër. Po detyrimet tona për një gjë kaq të madhe nuk mund ta përballojmë neve. Kjo është një detyrë e madhe shumë e rrezikshme. Tani jesh kontaktuar dhe as nuk është vendosur do shmonton apo jo armët në vendin tonë. Ne po diskutojmë në lidhje me qëndrimin e faktorëve të ndryshëm, pasi nëse do të realizohet marrëveshja pritet vetëm zbatimi. Gjithsesi, në ditën e dieshme në qytetin e Fierit janë organizuar dhe protesta nga shoqata që kundërshtojnë pikërisht këtë proces për sigurisë në asgjësim të armëve kimike të Sirisë. Do të ndjekim kronikë e përgatitur nga gazetari Ervin Kuçi dhe do të rikthehemi në studio. Importi lëndëve luftarake siriane dhe shkatërimi i tyre në vendin ton ka sjellë edhe reagimin e Komitetit Koordinues për Mbrojtjen dhe Zgjidhjen e Çështjes Kombëtare. Për këtë arsye, nëpërmjet një konference përshtyp, kryer të këtij komiteti i kanë drejtuar një thirrje kryetarit Kuvendit, presidentit të Republikës dhe kryeministrit shqiptar, duke theksuar kundërshtimin e tyre nëse vendoset importi armëve siriane. U mblodh Komiteti Koordinues për Mbrojtjen e Zgjidhjes së Çështjes Kombëtare me datën 8/11/2013 në qytetin e Fierit dhe pasi diskutoi unanimisht konkludoi: 1. Përshëndet Parlamenti Shqiptar për ndalimin e importit të mbetjeve urbane nga jashtë vendit. 2. Shoqata mbështetsin veprimtarinë e qeverisë shqiptare si një vend antar aktiv i NATO-s. 3. E vlerësojmë si aleat strategjik Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke falënderuar për ndihmën që kanë dhënë deri më sot për mbrojtjen shqiptare dhe shqiptarët kudo që janë. 4. Me besimin e plot tek qeveria shqiptare dhe aleatët tanë shprehim kundërshtimin ton të vendosur për importimin dhe asgjësimin e lëndëve helmuse luftarake të dëmtimit të mas nga Siria në territorin shqiptar. Shprehim këtë kundërshtim duke theksuar se vendi ynë është me sipërfaqe të vogël dhe me dënësi të lartë popullsie, mungon infrastruktura e nevojshme për të përballuar një detyrë të tillë, mungon siguria e nevojshme për këtë proces. Janë 24 shoqata të cilat kanë firmosur këtë thirrje, ndërkohë që përfaqësues të tyre kanë bërë të ditur se do të bashkohen në protesta për të parandaluar importin dhe eliminimin e lëndëve helmuese luftarake të dëmtimit në mas nga Siria. Po, që kronika e përgatitur nga gazetari Ervin Kuçi në lidhje me protestën e ditës së dieshme kundër asgjësimit të armëve kimike në vendin tonë. Qytetarët duhet të pyeten zoti jurist, pasi janë ata që mbajnë ose pasojat bien mbi kurrizën e tyre. Zoti Besnik, ju mase jeni keq kuptuar, por normalisht të gjitha strukturat e shtetit funksionojnë normalisht, që nga pak kryetari i parlamentit i ka shprehur që do të merret një vendim i qartë për këtë problem në ditë në vijim. Normalisht edhe shteti i parlamentit do të vendosë se çfarë do të bëhet në rast se do të ketë apo jo një marrëveshje me partnerët tanë kryesor.
Kryeministri i vendit i shprehur qartas dhe për sot kur bëhet Nuk fjalë është shprehur qartas. Ai tha që nuk ka marrëveshje gjithsesi. Nuk ka marrëveshje dhe do bisedohet me gjithë. Transparent nuk është bërë asgjë deri më sot. Jo, transparent janë bërë, sepse normalisht po mos ai tha ne jemi antar të NATO, kemi detyrime, unë jam në krye detyrës. Normalisht do kemi detyrë. Do të si e kupton më qartë. Më qartë ne kuptoj që për të gjitha veprimet që të kryej Republika e Shqipërisë ndaj partnerëve të saj do të marrin mendimin si të qytetarëve, si të specialistëve, si të parlamentit dhe për gjithë shka do të vendoset në vazhdimësi. Gjetën që ka bërë dhe Ministri i Jashtëm dhe Kryetari i Kuvendit. Është një mesazh, mirë mbrëma televizion Apollon, vjen njëri pas tjetrit mesazhet realisht. Do t'i lexojmë së bashku të gjithë. Në lidhje me qëndrimin e juristit, nuk duhet të shitemi, thot, për një grush dollar dikush. Do më thënë, ja ta nxjeme saktë. Ai juristi duhet të di se NATO nuk do të thot detyrim, ja këtë lexuam pak më parë, na falin. Te shikoj zoti jurist duhet të mbajë një qendrim të qartë, të gjithë e duam Amerikën, edhe opozita nuk shprehet qartë. Nuk duhet të shitemi për një grush dollar. Pra është një vlerë $2 miliard, me sa diun që kanë përcaktuar për këtë proces. Jo, ne gjën e parë që kemi, shikojmë vlerat monetare dhe shumë të tjerë shikojmë vlerat monetare, por normalisht në këtë rast nuk duhet në parë qartë vlerat monetare, duhet të parë në frymën e partneritetit dhe të bashkëpunimit që kemi detyrimet përkatëse ndaj partnerëve tanë. Siç kanë detyrimet përkatëse partnerët ndaj vendit tonë, ne kemi detyrimet përkatëse ndaj tyre, të cilat në ditën e vijim në bashkëpunim me ta do të merret një vendime të rëndësishme. Normalisht apo nuk është Shqipëria vend ku do të shmontohen armë kimike, këtë dilem të ardhmes, po normalisht ne vërtet se kemi kapacitetet, po mund të kemi resurse të tjera që mund të japim ndihmën tonë në shmontimin e këtyre armëve kimike. Lidhur me qëndrimin qytetar, unë do të mendoja që edhe me kushtetut është i pranueshëm referendumi popullor. Dhe të arrijë deri në referendum. Unë mendoj se nuk do të arrihet deri tani. Dhe deri atje, për arsye se vetë domethënë lëvizja qytetare, e ambientalistëve, e gjithë qytetarëve, e gjithë shoqërisë shqiptare, unë them që qeveria është e vëmendshme, jo se s'është, sepse deklaratat janë bërë dhe publike, por kjo lëvizje e madhe qytetare do ta vërë më në pozitë qeverinë. Dhe unë mendoj që qeveria vetë nuk do të çojë popullin deri në referendum, por do t'i thotë një jo të plot ardhjes dhe çmontimit apo shfarosjes së këtyre armëve këtu në Shqipëri. Kjo mendojnë duhet logjika shumë gjërave, sepse nuk mund të llogaritet me lek, me dollar, me miliarda dollar jeta e njeriu, pasojat që ajo sjell në breza, ne nuk mund ta tjetërsojmë Shqipërinë një perl të bukur këtu të buzë të Adriatikut, ne kemi një vend të bukur, një vend të pasur, duhet që të punojmë që ta luzojmë më shumë dhe jo ta kthejmë në vend mbetjesh, se mbetje urbane kemi plot, plera kemi plot, një pjesë i ndaluam që s'do vinë, mos vinë këto të tjera që janë më të rrezikshme, kështu që mendoj që nëse se bën qeveria, atëherë detyrimisht forca e popullit do ta bëjë qeverinë që ti nështrohet sipas kushtetutës referendumit. Referendumi e vendos këtë, se kjo nuk është çështje thjesht as e pozitës, as e opozitës. Kjo është çështje e gjithë popullit. Çështje e gjithë shoqërisë shqiptare. Në kuadër të saj vjen kanë disa mesazhe tjera. Një prej tyre thotë mirëmbrëma televizion Apollon, desha të di se në rast se vinë armët kimike këtu te ne dhe ndodh një fatkeqësi, atëherë çfarë të mirë morëm nga NATO? Faleminderit. A mendson deri në rreziqet që ka drejt qytetari? Normalisht to janë procese të monitoruara mirë dhe normalisht dhe ngjarje të tilla nuk duhet mohuar që mund të ndodhin, por normalisht masa do të merren. Ne kemi kaluar drejt armët do të shmontohen në Shqipëri. Ne flasim në disa parime dhe norma të drejtës ndërkombëtare që lindin detyrime dhe ndaj nesh. Por masat do të merren më së sigurta që këto armë ku do të shkojnë të jenë më së sigurta gjatë transportit të tyre, të mos ndodhin asnjë incident. NATO ka të gjitha resurset e mundshme që të bëjë transportimin e tyre, demontimin e tyre pas një lloj pasoje.
Po mirë, ju tani që dilni kaq garant për ne, qytetarë, e keni provuar këtë punë? Ju sakrifikoheni për këtë punë? Se ju thoni ka bën masa, i merr kështu, i merr ashtu. Ju në radhë parë nuk e dini, dhe po mos ishin kaq të rrezikshme, s'ka pse i bjen të ne, ti çojnë shtëpinë e tyre. Pse do t'i bjen tek ne? Po ne jemi kontaktuar, nuk po themi që do t'i marrim në armë. Jeni kontaktuar, po ju si poziciononi, domethënë veten tuaj, këtu dilni sikur kërkoni Tani të thoni që këto s'ka rrezikshmëri dhe po u bën s'ka ndonjë gjë, nuk ka ndonjë problem, ne jemi unë jam në pozicion që ne do të japim ne do të japim dimensën tonë. Unë nuk ndërpreva. Ne jemi punë tonë, ne jemi shtëpinë tonë. Kemi pak, ham pak. Fundit nuk u bën ai kamet se jemi shumë pasur. Siç po diet Amerika dhe shumë vende të tjera. Ne jemi qetësinë tonë. Pse duhet na shqetësojnë kur ne nuk kemi shqetësuar asnjë vend të botës? Ne jemi popull që nuk kemi shqetësuar vend të botës. Ne na kanë shqetësuar të tjerë. Përse duhet bëhemi ne përsëri, siç kemi bërë shesh lufta historikisht, duhet bëjmë dhe armët. Edhe të farosen këtu, të demontohen këtu, Ne jemi kontaktuar për armët, as për NATO, as për Amerikën, as për një shtet të botës. Nuk mund bëjmë këto, Shqipëri nuk duhet të diskutuar fare, unë nuk e kuptoj se si ju flisni, edhe çoni problemi që edhe po bëhen s'ka ne gjë. O Fredi. S'dua. Jam unë zot vend. O Fredi, shiko, cili është mendimi për këtë problem. Neve, si popull, si qeveri dhe si parlament, kemi qenë kundër plerave të thjeshta. Jo më të pranojmë neve azisimin fizik të lëndëve të kimike. Ne s'kemi qenë dakord për plerat që grumbullojnë, të kërkojnë t'i azisoj, t'i djegin apo t'i ripunojnë këtu. Nga pasaj neve që kemi dakord që të azisojnë lëndët kimike këtu, në qoftë se shtrohet të problemi është bërë kontaktimi, si shtoni juve, apo një farë marrëveshje, është gabim. Nuk është bërë marrëveshje. Mirë, është biseduar, ose janë vënë në informacion. Përse u bëm antar të NATO-s? Përse sigurimit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara ka përcaktuar dhe afate. Deri në fund të këtij viti duhet bërë transportimi dhe deri në qershor të vitit 2014 duhet bërë asgjësimi tyre. Ne jemi një nga vendet që jemi kontaktuar dhe nuk kemi marrë përsipër për të... Zoti Besnik, ne u bëm antar të NATO-s dhe gëzuam për këtë fakt. Edhe kishim ëndër një fakt. Jemi dakord? Tani, ne krijojmë dhe imazhin e keq për NATO-n nëse NATO na bie këto këtu. Përse? Përse duhet të... Zoti Mustafa... Ju lutem, pa qenë antar të NATO-s, ne nuk i patëm këto probleme. Ne nuk na ka sulmuar njeri. Nuk na ka sulmuar njeri tani në këto kushte. Historikisht e dim, po në fundit, edhe njeri na mbronte, s'na ka mbrojtur njeri. Në Shqipërinë e kemi mbrojtur vetë. Kush historikisht ju e njihni historinë e kombit tonë? Unë pretendoj se e njoh. Ne na kanë sulmuar, po ne jemi mbrojtur vetë. Po mirë, ajo është çështje tjetër. Zoti më lidhet me historinë e kombit tonë, lidhet shumë mirë, një vend që s'ka sulmuar tjerë, s'ka përse t'i bjen një bombë plasës e këtu, që janë këto armët kimike shumë të rrezikshme me shumë pasoja. Përse do ndodhin vendit tonë? Jemi pjesëtarë e Aleancës Madhe Ushtarake. Aleanca Ushtarake nuk ka pse ta vënë diskutim në një vend kaq të vogël. Absolutisht jo. Por e tani kryeministri u shpreh qartë. Ne jemi kontaktuar. Është shprehur me shumë vënë zotëri, sepse në përshëndetje para 3 ditësh nuk tha kështu. Tha ndryshe. Sot e devijoi bisedën siç e devijoi dhe ambasadori amerikan. Nuk ka thënë kështu para 2 ditësh. Nëse i ndiqni, e çorin e lajmë. Por të ka shprehur qartë ministri i jashtëm, që jemi të kontaktuar për problemin e armëve në Siri. Normalisht është shprehur edhe kryeministri është shprehur, por nuk është marrë asnjë vendim që armët do të vinë në Shqipëri. Po Fredi. Që të merret një vendim për çmontimin e armëve në Shqipëri, është parlamentit kalojnë gjithë instancat. Dhe kryetari i parlamentit është shprehur qartë. Për një vendim të tillë do të pyeten të gjithë institucionet. Po duhet bërë transparent. Do të bëhet transparent. Gjithçka do të bëhet transparent. Dhe ne këtu po flasim që ne si vendi NATO-s jemi kontaktuar. Normalisht, kryeministri tha një fjalë, ne do të ishim shqetësuar, po mos ish kontaktuar me si vendantar i NATO-s. Ka thënë tekstualisht ka thënë një gjë. Kjo është një krenari që ne po na kanë pyetur për keq ama nuk na kanë pyetur për gjë të mirë. Jo, na kanë pyetur për keq, na kanë pyetur për anë negative.
Ne jemi krenar se na ka pyetur NATO a që ti bjem apo mos ti bjem aty. Për këtë do jemi krenar, unë nuk jam dakord me ministrin e jashtë, me thënien e tij. Ne do të ishim krenar, nëse do të merrte një vendim në dobi të Shqipërisë të popullit shqiptar. Aleanca ka marrë vendimin në dobi të popullit shqiptar, sepse ishte forca aleantës që Kosova është pranë Shqipërisë. Ne nuk do të jemi inferior. Ashtu si tha ministri jashtë, jemi krenar, se na pyetën, na bën, ne kuptonti, edhe pos na pyetën, ne si jemi krenar. Jo, nuk jam dakord. Po jemi vendantar. Po fjallë, zotëri, ne jemi antar në rregull me gjithë drejtat e barabarta. Përse duhet të më thënë të vinë këto armë, edhe jemi krenar, nëse na kanë pyetur ti bjem. Po nuk thamë që do jemi krenar se jemi të armë këtu, ne jemi pyetur pse ki deformoni? Cilat janë përgjegjësitë e Shqipërisë? Shqipëria për këto zotëri nuk ka mundësi. Duhet të jetë qëndrimi i pre vendit tonë. Shqipëria duhet të marrë pjesë si vend i NATO-s me mundësitë e saj që ka për çmontimin e gjitha armëve që ndodhen në Siri. Se si do të vendosim? Ju jeni për realizimin e këtij procesi. Ky proces do realizohet në Shqipëri apo diku tjetër do të realizohet. Ne po flasim për vendin tonë. Ani varet nga si do të vendosi qeveria shqiptare. Pasi sot ka pas protesta edhe në Kosovë, madje janë hedhur edhe teza ndryshme si duhen marrë edhe mendimi i vendeve fqinj për shkak të pasojave. Normalisht do të me pasojat janë edhe rajonale, nuk janë vetëm janë dhe rajonale janë. Shiko, ne edhe kryeministri u shpreh që kjo do të lihet do të merret mendimi i të gjitha dhe specialistëve në këtë drejtim. Normalisht ne jemi kontaktuar, nuk kemi se ishtë vendosë do të çmontohen armë në Shqipëri. Janë dy gjëra kritë ndryshme. Ore, në që kuptimi kontaktimi, që që e kuptimi? Kontaktimi që... Do me thënë, kemi qenë dakord apo s'kemi qenë? Absolutisht nuk është, ne kemi qenë apo s'kemi, janë kontakt... Se kryeministri tha që ne kemi biseduar, unë kam biseduar për 30 minuta me sekretarin e Shtetit Amerikan për problemet e çmon. Zotëri, kryeministrit lutem, kryeministri çdo të folur të këtij karakteri që nuk përben sekret, ta bëj transparent bisedën e tij me John Kerry. Ta bëj transparent. Ta japin ashtu siç ka bërë bisedën. Kjo ishte qëndrimi më i mirë që duhet mbante kryeministri. A më kupton apo? Jo, të lutem, ky ditë parë sa ndryshe sot ka qenë me një mendim krejt ndryshe dhe unë jam me mendimin e sotëm të kryeministrit. Unë jam me mendimin e sotëm të kryeministrit. Po, në gjëra të tilla që janë jetike, qëndrimi i qeverisë, i kryeministrit, parlamentit, i shoqërisë, gjithë janë jetike. Jo për ne, po ne kemi përgjegjësi edhe për brezat që vijnë. Duhet të jenë të prera. Normalisht, çmontimi i armëve do bëhet në kushte kudo që të bëhet, do të jeni sigurt do të bëhet në kushte tepër. Zotëri, ju që nga fillimi i bisedës deri tani jeni me mendimin që këto mund të bëhen tepër kështu dhe le të bëhen edhe këtu. Unë këtë po gjykoj në gjithë bisedën tuaj. Ne po bëjmë një debat, por ju përqendroni prapë në qëndrimin që ato do të bëhen. Tani, zoti Mustafa, ky është mendimi juaj, jam unë pro apo s'jam pro çmontimit të armëve në Shqipëri, unë jam pro çmontimit të armëve të Sirisë, po se ku do të bëhet ky çmontimi të armëve, këta e vendosin bashkëmërisht, partnerët janë vendet e NATO-s, ku të vendosin ato normalisht do të bëhet ky çmontim, sepse është një keqje e madhe që ekziston për mbar rajonin e tërë botën, normalisht do të bëhet. Do të merret një vendim unanim i vendeve të NATO-s për çmontimin e këtyre armëve kimike. Ka një numër të konsiderueshëm mesazhesh, realisht nuk mund t'i lexojmë gjitha, tentuam t'i shkojmë monitorën përmjet regjistrit, po dhe kjo ishte pamundur. Qëndrime dhe mendime ndryshme, mirëmbrëma nderuar zotrin të panelit, të jeni të bindur se nëse do të çmontohen qeveria nuk mbron interesat e popullit. Një, do të thënë është gjithmonë qëndrimi qytetar. Ka mirëmbrëma televizion Apollon, zoti jurist është pro asgjësimit të lëndëve kimike të vendin tonë. Ju faleminderit, tjera. Kjo historia e armëve kimike i ngjan përdor ka gjetur një fabull këy. Si ti ngarkosh kafshës libra dhe ta çosh në universitet dhe tjera. Ka shumë të nderuar shikues, unë ju falenderoj për pranimin tuaj në emisionin tonë nëpërmjet mesazheve, po është e pamundur të lexojnë gjithsesi ju falenderoj. Pra qëndrimi qytetar në përgjithësi është kundër asgjësimit. Normalisht qëndrimi qytetarëve normalisht është kundër sepse Fredi, kontaktimi
që mund të kenë bërë në një nga qeveritarët, ministra, kryeministra, nuk do të tot vendim. Absolutisht. Nuk do të tot po dhe të po thëmë dhe unë që... Një minutë. Nuk do të tot angazhim. Dhe ky kontaktim që është bërë, kupton, është me përgjegjësi të madhe dhe nuk e ha asë njëri këto. Me kushtetut ne nuk e kemi, me ligj nuk e kemi. Por ka edhe ligjet pashkruara. Ka ligjet shkruara, ka dhe ligjet pashkruara. Ligji pashkruar dhe që ka është shumë vendimtare, edhe me rëndësi dhe me vlerë më të madhe nga ligjet që kemi sotne, është kjo të i themi jo. Le mos ketë ligj. Jo dhe vetëm jo, se është me pasoja të rënda. Sepse e spjeguam edhe pak më parë, është me pasoja të rënda jo, vdekje prurse, edhe për bimësin, edhe për njerëzimin, edhe për sot, edhe për takën. Ne duhet i themi jo. Edhe kryeministri duhet ata shkëpusi, s'ka nevoj fare asë për vendim qeverie, asë për është në fundit. Vetë kryeministri, autoriteti i vendit ti është i ti thotë jo, si jam dakord për këto. Këto lëndë, thot një qytetar, e kanë destinacionin në Rusi, sepse ati është fabrika e madhe në botë për demontimin e armëve kimike. Për arsye se gjithë shtetet nuk lejojnë të veprohet për asgjësimin, atëre i drejtojnë Shqipërisë. Keni një mendim lidhje me Mendimi është shumë i drejtë. Hapësirat e Rusisë janë shumë të mëdha, edhe të Amerikës, edhe të Afrikës, edhe shumë vende të tjera. Urime për emisionin, mbështes mendimet e përfaqësuesit të shoqërisë civile Mustafa Myrto për vlerat që mbartë, e tjera. Gjithsesi, ne do t'i rikthehemi rrjedhës së bisedës, pasi mesazhet janë të shumta dhe media duhet të marrë në studio për emision specialist, po në një proces tjetër është ai kimisët ku flasin për elementet toksik që mund të jenë prezent. Gjithsesi, unë mendoj, sipas arsyetimit tim, nëse do të investohen ato $2 miliard për përgatitjen e infrastrukturës, për specialistët, për trajnimin e specialistëve apo udhëzimin e tyre nga vendet e zhvilluara, atëherë aparaqet kjo rrezik se ndoshta do të jetë i përhershëm ajo bazë e asgjësimit të armëve kimike edhe në raste të tjera. Është prezent ky rrezik? Si e mendon? Zoti Abilaj. Sipas mendimit tim, nëse do të ngrihet, domethënë, të bëhet një farë infrastrukture në një fabrikë apo uzinë që mund të ndërtojnë, atëherë ajo do të mbetet e përhershme pasaj aty. Prandaj neve duhet ta prishim këtë marrëveshje që në themel. Që në themel duhet pranuar absolutisht, sepse po ngre infrastruktura, pastaj e ke një bazë për asgjësimin e gjithë lëndëve të helmuse nga do sa herë që të dojnë natua këtu. Prandaj kjo duhet shkatëruar që nga themelet. Absolutisht lëndë helmuse këtu. S'kemi ne. Mund të jetë i pranishëm, zoti Myrto, ky rrezik? Mund të jetë i pranishëm ky rrezik, pra investimi për ndërtimin e një impianti të tillë? Edhe në qofse nuk ka ndonjë rrezik për momentin, rreziku më i madh është ai imazhi, kupton që brezat edukohen me këtë mendimin dhe kushdo që vjen këtu që ku atje janë asgjësuar lëndët të toksike, kupton për bën. Imazhet ndryshojnë, zoti Myrto. Rreziku real cili është? Duan një kohë të jashtëzakonshme. Unë thashë kam dhënë qendrimin të prerë që fillim. Këtu brezat nuk kanë nevojë as për 2 miliard, as për 10 miliard lekë apo dollar, çfarë janë këto, sepse jeta e njeriut është ajo që nuk mund të blihet me para. Dhe nuk është fjala vetëm për ne që jetojmë sot, është fjala për brezat që vijnë. Rreziku nuk është. Pasojat janë të jashtëzakonshme, nuk diskutohet. Nëse janë të mira të bëjnë atje, unë kam thënë që fillim, pse do të harxoj këtu kaq lekë ata? Ata atje të bëjnë vend, atje. Dhe edukohen edhe sirianët që dëgjoj këtu i bëjnë. Ja bën vetvetes, atje të asgjësojnë. Pse do t'i bëj këtu në Shqipëri? Ata i prodhuan, ata t'i asgjësojnë. Ai që bën fajin, ai e vuan fajin. Ne s'kemë bën një faj. Te bën një faj ne? Jo. Kështu që politika, të lutem, politika e NATO-s në rastin konkret për mua është shumë e gabuar. Ajo duhet të edukojë ata, ose të dënojë ata që bën dhe të edukojë ata që mos prodhojnë. I mbani këtu, veti prodhuat, veti bën, i mbani këtu.
I mbani këtu, pse do të marrim ne? Çfarë kemi ne? Ku është faji popullit shqiptar? Marrim ne. Çka pse vjen? Edhe nga Vlora vin mesazhe thonë duhet të jetë një qëndrim i qartë, pro ose jo, asgjësim të anëve kimike në vendin tonë, jam vdekje prurse. Ekziston rreziku i vazhdimësisë së procesit çmontimit të anëve kimike nëse do të investohet në vendin tonë në periudhën në vazhdim. Shiko, rreziku. Ne jemi kontaktuar dhe nuk kemi marrë përsipër zoti Bestik, sepse ne kaluam nga një temë, se shpara tjesën. Jo, tema është e njëjtë, po mesazhet janë shumë interesante. Normalisht mesazhet janë interesante sepse është një temë shumë e prekshme dhe kushdo shfrytëzon sipas interesave të ngushta, por ne duhet të jemi koshient në ato që themi dhe veprimet që duhet marrim. Normalisht deri më sot ka vetëm kontaktime nga partnerët kryesorë tanë, nuk ka zhvendosur që do të shmontohen armë në Republikën e Shqipërisë. Edhe nga Lushnja dhe për një mesazhi qartësojnë mendimin e tyre se jurisi duhet të di se edhe pse janë sigurta nëse mund të bëhet një gabim, cilët janë pasojat. Po partnerët tanë ju e kaluat që nese do të bëjmë shmontim në armëve në vendin tonë? Ne nuk është vendosur do të bëhet shmontimi i armëve në Shqipëri apo gjithë tjetër. Po si kudo që do të bëhet shmontimi këtyre armëve, normalisht partnerët do të marrin gjithë masat që mos ndodhen në raste të tilla. Sepse normalisht që të hyjnë në veprim lëndët kimike duhet të bashkëveprojnë me njëra tjetrën. Normalisht ata kur ruajnë janë të ndara nga njëra tjetra. Kështu që s'mund të bëhen gabime të tilla që të bashkohen me një tjetër veprojnë. Normalisht partnerët do të marrin gjitha masat kudo që ka asnjë mundësi shans që të ndodhin gabime. Absolutisht nuk ka shanse sepse do të merren masat shumë të forta kudo që të shmontohen këto armë. Këto do të shmontohen. Këto të jeni të bindur, nuk u shmontuan në Shqipëri, normalisht sepse masë nuk i kemi resurset e nevojshme për të bërë. Ne po diskutojmë për vendin tonë, ato mund të gjejnë një vend tjetër. Jemi kontaktuar dhe do t'japim dimesën që mund të kemi për çmontimin e asgjësimit të armëve kimike duhet të jetë 160 km larg vendbanimeve. Kështu është? Do t'ja bile? Po, edhe më shumë. Edhe mbaret nga kapaciteti që kanë në territorin shqiptar. Ata që thonë 160 km janë specialistët përkatës që merren drejt së drejtë se çmontohen, ekzistojnë sot pajisje moderne se si shmontohen armët kimike, jemi në vitin 2000. Ne nuk i kemi para, nuk i dim. Vjen të bëjnë një provë atje, në Amerikë, në Rusi, në Siri, dhe mund të ndodhë si Gërdeci. Po, absolutisht jo. Gërdeci ishte një marrëzi e qeverisë shkuar. Ishte një marrëzi, sepse... Ajo ishte një marrëzi, edhe unë jam dakord me ju që ishte një babëzi edhe një marrëzi. Po është problemi mos t'i përsëritim këto babëzit edhe marrëzi. Si ministri i mbrojtjes dhe kryeministri thoshte që unë nuk di që po shmontohen armë në Gërdec. Sa kryeministri tanishëm nuk tha që unë nuk di se nuk jam kontaktuar. Mos ta politizojmë problemin. Unë sot e dëgjova me shumë vëmendje kryeministrin dhe kryeministri me shkuptovan thelb nuk është për të punë. Që të vinë armë këtu. Është e pamundur. Kjo. Ne po diskutojmë për si qytetarë. Jo, e kishte sot e kishte të qartë. Që sido që ndodhet, unë do i drejtojmë qytetarëve, parlamentit, domethënë gjitha këtyre. Pra kuptohet, as qytetarët nuk duan, po edhe parlamenti s'besoj që të votojë, edhe pozicioni mua sot i kryeministit më duk i qartë, i korrekt. Gjithsesi ju shprehët qëndrimin tuaj, aq qartë sa edhe auditorës e qytetarës që na përsonë nëpërmjet këtij emisioni, të drejtë për drejtë nga studio televizion të Apollon, përsollën dhe ata mendimet apo ndjenjat e tyre lidhje me qëndrimet tuaja. Unë ju falenderoj që ishin në studion e televizion të Apollon, falenderoj dhe të ftuarit për këtë temë shumë të rëndësishme për asgjësimin e armëve kimike të serisë në vendin tonë. Diskutuam për shumë çështje të rëndësishme, për kapacitetet, për mundësitë financiare, për impaktin e saj në mjedis turizmit të tjerë. Unë ju falenderoj që na ndoqët, natë e mirë dhe mirupafshim. Natë e mirë.